Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte në disa takime me Partitë Popullore Europiane, ku ka deklaruar që Shqipëria është një narkoshtet dhe duhet që ata të vinë për të mbledh fakte lidhur me zgjedhjet. Po të vinë ata edhe jep dakord me zotin Sali Berisha, tu thot atyre pse e lejoi Lazaratin që ishte perandoria e kanabisit në Shqipëri, në drejtimin e atij. Ta filloj që aty, dhe plotësisht dakord jam, narkoshtet është, po e kanë bërë bashkë, janë të tërë bashkë. Nuk kaloi dot në Lazarator zotëri në vitet 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, nuk e që e pa mundur. Që e pa mundur të kundërmonte erë Hashashi. Punonin autobotët natë e ditë, që merrnin ujë dhe i çonin për parcelat e Hashashit Lazarat, shteti e dinte, policia e dinte, drejtoria e policisë e dinte, të gjithë e dinin, nuk fliste njëri. U kujtua tani Sali Berisha të luftoj Hashashin, ja more. Shpejt u kujtove mor burr, me këtë tallësh ti. Po tallu me ata që të vinë mbrapa me treta shehet me shokë dhe me nokët me shokë, jo me mua. Neve s'na gëgjen dot ti. Dhe ata të partive popullore evropiane, ata LGBT-qët që janë një lloj si ti dhe ata, natyrisht do të presin, do të përcjellën, po ti vete edhe merr vete me shosh në ujë, themi na ande nga anët tona. Kohët e fundit ka pasur disa aksione të SPAK-ut ndaj krimit të organizuar. Dhe s'ka pasur ende një aksion ndaj politikanëve të korruptuar. Si shpjegohet? Me sa shoh as do ketë. Me sa shikoj as do ketë. Deri tani kemi thënë do arrestohen, do bëhen arrestime, asnjë gjë s'është bërë deri tani. Dhe kjo tregon që SPAK-u nuk u komandoka nga ata që e krijuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po u komandoa ka nga Edi Rama, ku shqendron pas Edi Ramës, që kundërshton dhe SPAK-un dhe politikën amerikane në Shqipëri lidhe me veprimtarinë e SPAK-ut, këtë se gjej dot. Nuk kam idenë. Shqiptarët e shikojnë që diçka nuk po ecën. Fare. Ka ndaluar lufta kundër të korrupsionit në Shqipëri. Është në stop. Pse se di? Dhe të na e thonë. Nuk e marrun me SPAK-un. Me SPAK-un u morë ambasada amerikane, u morën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vajten oficerët e BKH-s të SPAK-ut në Amerikë. Përfundimisht, me që vajta te Manoli, tha si folas më foli. Deri tani s'kanë bërë asnjë gjë. Po lakohet emri i zëvendës kryeministres, si kundërthare çfarë pas një intervistë Arben Ahmetit, që thoshte grabitësia më e madhe që na ka Ismaili deri më sot e pronës Shqipëri është Belinda Balluku. Ku je o SPAK? Çfarë duhet më SPAK-ut që të arrestoj Belinda Ballukun? Pra, komando ka Edi Rama me bekimin dhe me uratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kaq di unë. Fatmirësisht akoma nuk kanë njohur zgjedhje dhe nuk kanë pranuar që të urojnë Edi Ramën për këtë kasaphan që bëri në zgjedhje bashkë me Sali Berishën, se e bën dy bashkë. Nëse amerikanët do pranojnë si të ligjshme këto zgjedhje, atëherë unë për vetë time nuk dua të dëgjoj më për Amerikën. E kam dëgjuar zënë e Amerikës për parë në tetor të vitit 1959 që vajta në klasë 5 në Tepelen. Se në Golëm nuk kishim drita. Nuk e njihja as radion atje, pas radion për të parë, në moshë 10 vjeç. Dhe po them, që atëherë deri në 90-ën zëri i Amerikës e kam dëgjuar në mënyrë të përhershme dhe kishim një dritare ndaj e cila shikonin botën me sy nëpërmjet asaj radioje. Tani shikoj që Amerika po bën një politikë që dreqi se merr vesh njeriu. Ndaj pres që Amerika të denoncoj kasapanën që është bërë në zgjedhjet në Shqipëri. Nuk mendoj kur në kurës nuk mendoj se do t'i njohi, kur në kurës nuk mendoj. Po 1 për miliard, po i njohu këto zgjedhje,
atëherë iku dhe shpresa e fundit jona, që kemi dënuar për të mbetë, për të zhdukur. Dhe këta politikanë, këta bastardë, këta politikanë që nuk njohën, nuk din kush janë baballarët e tyre, nuk din kë kanë baballarë, se shumica e tyre janë me probleme atësie biologjike, dhe të na thonë, pastaj çdo bëhet me këtë vend. Sa do vinë këtu se sot udhëtova me një taksigji dhe më thot më nxori atë kartën e identitetit shqiptare, thot një Bangladeshas sterzi. Nuk e di se si mund të ndodhë kjo me kartë identiteti shqiptare nga Bangladeshi të marrë një Bangladeshas të marrë kartë identiteti shqiptare. Nuk e di këtë gjë. Nuk mund ta imagjinoj. Këtë ndodhin vetëm këtu. Pra, po zbatohet në heshtje, pa zhurmë, pa bujë, tjetërsimi i popullsisë në Shqipëri. Bëhet veprimi mante shqiptar marrë miqësor që mund t'i bëhej shqiptarve. Pa le se shtemi neve këtu nuk do ketë më të huaje, nuk do jemi vetëm ne njërën tjetër, kjo është propagandë. Deri tani po punohet në drejtimin e kundërt. Avokat, në media shpeshherë është folur që është krijuar qeveria teknike dhe pritet shkoj marr bekimin te... Se di qarë pret, të mora vesh. Nuk e di qarë pret që të marrë pushtetin. Qarë pret? Ta themun qarë pret. Nuk lejon e Dinama Televiz një qime këtu. Këtu që nga ai zot vëndi, e komandon ai këtë vënd. Të tërë të tjerët janë, i bien longarit, se gjë dorë nuk kanë. Ose nëse kanë ta bëjnë. Qeveri teknike, zotëri, po thamë do kryot qeveri teknike, qeveria teknike u ngrit, u prezantuan në popull, doli në media, i bëri tërë tani, që shkjo qeveri teknike, na doli dhe fjallet qeveri teknike në hije. Në hije është qeveria, janë qeverit që janë në mërgim, jo ato që janë në terenin, teritorin shqiptar. Pra nuk që nga që kryuar, që nga bërë që nga bërë një show. Një show. Na more se ne kemi bërë qeveri teknike. Nxjerrë qeveri teknike. Bëj atë që bëre me votimin 140 për 140 në 21 korrik të 2016-ës. Ashtu si që thire atëherë në ambasadë, zonja ambasadore e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ashtu si që thirë pararësit e tu në ambasadë dhe votuan 140 deputet me dëshirë për reformën zgjedhore, ashtu thiri prap, be pa të dëshirë, të votojnë, të nxjerrin qeverin teknike, të përgatitet vendi për zgjedhje të reja. Por kjo gjë duhet bërë mbasi të mos njihen këto zgjedhje. Ndërsa ambasada amerikane tha, ju përgëzojmë për zgjedhjet që bët, përgëzojmë popullin shqiptar. Po mirë, me këtë maj marrëdhënien pas këtyre zgjedhjeve ambasada amerikane, me popullin shqiptar, apo me ata që janë në pushtet të Shqipëri. Se u këtës po e kuptoj, këtë loj logike, as mish as peshk, me këtë tallen. Tallen me ata që s'marrë vesh, po e me mua. Zotri, ti o njef zgjedhjet dhe e pranon këtë kryeministër Hajdut, që u paraqit me zgjedhjet të fituara, dhe me vota me të tëra që gjasme i mori, ose nuk e pranon, tani zgjidhje merr. Kë pranon zgjedhjet apo qeverin? Se praktikisht e ka pranuar të dyja, po ka zënë vetëm në gojë vetëm popullin shqiptar. Jo, zotri, jo. Punëtorët, bujqit, fermerët, pastrusat, nuk janë ata që të paraqiten me të cilët do vish të bësh bisedime shtetërore, diplomatike. Ka një ministër të jashtëm Shqipëria. Ati do t'i drejtohesh. Ai ministri jashtëm është i kësaj qeverie që vodi zgjedhjet. I këtij Edi Rama. Pra, pse na gënjen? Unë i drejtohem zonjës Nancy, ambasadores aktuale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Zonjë, mbani qëndrim lidhur me zgjedhjet, mbani qëndrim të prerë lidhur me politikanët shqiptarë dhe me politikën shqiptare. Mos na sorollasni më siç na keni sorollatur 80 vjet. Shpresojmë që t'i vini gjëra të përmende.
Avokat kryeministri Edi Rama doli sot në një njoftim duke thënë që disa asete qeveritare të asaj kohe do të jepen për zhvillim. Pra do të zhvillohen dhe nuk do ngelen më siç janë që janë të paprekura. Bëhet fjalë edhe për për një vilë në të Enver Hoxhës në Vlorë. Do t'i marrën vetë të tëra, mire ka thënë ashtu do bëjnë ata. Prandaj thot ashtu ai, se ç'bëjnë tani metoda më shkëlqyer që kanë gjetur këta për të justifikuar. Pronarëve të ligjit mu thonë ish pronar, atë ishin se nga i gjetën e din ata. Dhe ç'bëjnë pronave të qytetarëve shqiptar u kanë vënë emërtimin në hipotekë, kanë bërë shtetërore. Dhe kur e bën shtetërore, në bazë të 3 p-ve të Edi Ramës, ja japin kujt duan dhe do i marrin vetë. Ashtu sikur se kanë bërë me të ashtu quajturit pronat familjes Koleka, që vetëm gur kishte vuno familja Koleka, jo prona. Këta i bën të tëra shtetërore dhe i marrin tani e çojnë. Janë hajdut o zotëri, komunisti ishtë hajdut. Komunisti është llumi i shoqërisë njerëzore, janë hajdutët dhe kriminalët dhe dembelët, ata bëhen komunistë. Se ai që është i pasur s'ka nevojë të jetë komunist. Ai zhvillon pronën e tij, pasurinë e tij dhe jemi në rregull. Avokat, çfarë ndodh nëse Edi Rama në shtator krijon qeverinë dhe betohet dhe merr pushtetin? Do t'i bëj ato, do t'i bëj ai. S'ka nga çfarë prisit ndodh. Nuk po kuptoj. Nëse pritej diçka për të ndodhur, ishte në datën 12, datën 13 të muajit maj. Askush nuk lëvizi. Erdhe dhe LGBT-q-të e Evropës, u bëri dhe një drek të mirë, edhe një dark, i takoi dhe i prezantoi dhe me vajza me djem të ri, qa prisdi të ndodhë. Se seriozisht është një pyetje që e bëjnë shumë njerëz, por qa prisdi të ndodhë, asgjë më vëlla. Po punon qeveria në mënyrë më të shkëlqyer për të tjetërsuar dhe për të vjedhur pronat e qytetarëve shqiptarë. Pa i hyrë gjim në këmbë, pa i dalë kushti thot stop, se s'ka kushti thot stop. Avokat, shumë faleminderit për intervistë. Edhe unë ju faleminderit juve për ftesën.